Përmes një investigimi emisioni Veting në News 24 ka sjellë në fokus skandalin e abuzimeve me fondet publike në Bashkinë e Vaut të Dejës. Nga dokumentet e shqyrtuara në Veting, rezulton se tenderet për rikonstruksionin e shkollave dhe projektet e tjera zhvillimore janë realizuar pa konkurrencë, mes kualifikime të dyshimta dhe favorizim të kompanive të lidhura politikisht. Rasti i shkollës Hasan Meti tregon një shembull flagrant ku operatorët me ofertat më të ulta u përjashtuan pa argument të qartë, duke i dhënë kontratën kompanive me kosto më të lartë dhe lidhje politike. Auditimet konstatojnë rritje artificiale të kontratave, punime të pakryera dhe dëme ekonomike mbi 15 milion lekë. Përgjegjësia kryesore për menaxhimin e fondeve lindet më së shumti nga orientimi i paracaktuar i tenderave publik, të cilët lidhen sa me interesa politike dhe ekonomike, qoftë lokale, por qoftë edhe më gjerë. Pjesa e transparencës së munguar është ajo çfarë e humbet të gjithë këtë aspekt dhe ajo çfarë bashkitë në fakt duhet të bënin dhe në përgjithësi gjithë të lloj fondesh, duhet të ishte një kontroll dhe një mirë menaxhim, pra një përgjegjësi e lartë publike e cila mungohet, pra integritetin në përgjithësi i procesit e ka ceduar dhe ka kaluar në një nivel që na bën të jetojmë këtë lloj mënyre se si e kemi sot. Po ashtu edhe projekti për pikën e grumbullimit të produkteve bujqësore rezulton jo funksional dhe i braktisur, duke u kthyer në një vend grumbullimi mbeturinash. Transparenca mungon edhe në tenderin për blerjen e karburantit, me shkelje procedurale dhe mos arkëtim dëmi. Kontrolli i lartë i shtetit dhe ekspertët evidentojnë një model të qëndrueshëm korrupsioni në këtë bashki, ku konkurenca shmanget në favor të një klientelizmi sistematik. Përfituesit janë pak, ndërsa humbësit janë komunitetet lokale, që mbeten parësim cilësor dhe shërbime bazë. Në rastet kur abuzohet me tenderin, mundësia më e madhe është që të jetë jo cilësor shërbimi që është ofruar, ose ndërtimi, gjithçka që ka përfshirë tenderi, të mos jetë cilësor, të kryhet me cilësi të keqe. Prandaj dhe rrugët tona në përgjithësi prishen shumë shpejt, apo çdo lloj investimi fillon dhe prishet shumë shpejt. Tenderat fryhen në mënyrë abuzive, duke u vënë edhe vlera të jashtëzakonshme, ndërkohë që po ta bëjë një privat, çmimet janë shumë herë më të lira se sa çmimet që i bën shteti. Këto janë problematikat kryesore që duhen parandaluar dhe duhen kontrolluar. Përveç shkollës Hasan Meti, edhe projekte të tjera, si mbikëqyrja e punimeve apo ndërtimi pikës së grumbullimit, kanë ndjekur të njëjtën skem, fonde publike që përfundojnë në xhepa privat. Kompanitë e njëjta marrin vazhdimisht tendera dhe kur ofrojnë çmime më të larta. Edhe kontrolli i lartë i shtetit ka zbuluar shkelje serioze dhe dëme financiare që nuk reflektohen në cilësinë e shërbimeve.